Një mal mbeturinash e kanë bllokuar shumë rrugë të caktuara në komunën Gjorgje Petrov. Përveç kontejnerëve për plot, mbeturinat e hedhura në tokë madje kanë vërshuar edhe hyrjet e ndërtesave. Banorët të shprehen të revoltuar për gjendjen e krijuar, duke shtuar se mbledhja e mbeturinave tashmë bëhet vetëm një herë në javë dhe jo 2 herë, siç ishte më parë. Секогаш и не знам на колко време се чека да се изчисти тука, инаку не е добра оваа главна улица овде. Полиција да видите ѓубрето на 15 дена земаат кантата. На 15 дена. Не на 2 дена, 2 пати во неделата треба. На 15 дена, вчера зема, после 15 дена. Кантите преполни, ѓубрето на улица стои, мириса, труе, еви и овдека. Градоначалничката или градоначалникот кој одговари треба да преземе поголеми мери. Ова на столици ова е. На град или на што е ова да поминиш, да не можеш да поминиш покрај улица е. А да помините полиција да видите. Треба вторник и петок да земаат. Тие доаѓаат, ако дојде вторник, петок не доаѓаат дур до наредната среда. Banorët ankohen edhe për numër të pamjaftueshëm kontejnerësh. Kërkojnë që kontejner të ketë para çdo objekti banesor. Као до сега што си работат и понатака. 2 пати неделно чистеа, сега на 10 дена еднаш. Што порака? Да си оди порано, да си дојде некој друг. Тоа би требало секоја зграда, секој влез да си има свој контейнер. Овдека застануваат од цело мало со автомобили, си ги фрлаат ѓубрињата од дома овдека. Значи овдека нема што нема, и фотели, и душеци, значи ужас е, не е само овдека, цело мало и целиот град. Përveç gjendjes në rrugët e komunës së Gjorgje Petrov, edhe rrugët e Qajirit të vazhdojnë të jenë të mbuluara nga mbeturinat, të cilat përveç se pengojnë qytetarët të lëvizin lirshëm, kundërmojnë edhe erë të rënd, duke rrezikuar edhe përhapjen e infeksioneve të ndryshme. Në vend që të zgjidhë problemin me mbeturinat, qyteti i Shkupit përmes inspektoratit komunal kërkojnë nga policia që të konfiskojë dhe të ndalojë punën e një kamioni privat për mbledhjen e mbeturinave në komunën e Qajirit, me të cilën paraprakisht kishën nënshkruar marrëveshje drejtuesit e Qajirit. Sipas kreut të Qajirit, marrëveshja me kompaninë private është bërë për shkak se Qajiri rreth 2 vjet po mbytet në mbeturina dhe qëllimisht nuk pastrohet nga ndërmarrja komunale e qytetit. Ndryshe nga komunat e Gjorgje Petrov dhe Qajir, filmimet që bëm në disa pjesë të komunës qendër ishte pastër dhe kontejnerët e zbrazur.